Ky është Jetullah Rama, 90 vjeçar, e gjithë jeta e tij lidhet ngushtë me agjerimin. Ai ka agjeruar plot 76 Ramazane në jetën e tij. Përkundër moshës së shtyr, ai vazhdon edhe këtë vit me agjerimin e muajit të Ramazanit. Për 90 vjeçarin, kjo është gjëja më e mirë që mund ta bëj dhe e bën me shumë përkushtim. Linur për një nëjë, këm një pej 12 vjeqe, ja këm njësë se këm lënë mu. 2 vjetë se këm ju më konë ushtarë. E këm hongër se kërë mu. Elhamdulillah për zote, a nga kënë një aja mirë shumë. Së për mbjen mena, së për uja, së për boka, së për kërgja, për falna, në gjami që këtu, dreken, i qinin për falin tjetër gjami atje, elhamdulillah, shletën e kam mirë. U kone kemi hongër bukën, a nga kënjënja jetë kalamajt. Për shesh shumë një kalanis, kemi hongër tonë një kalanis. Kemi hongër gjyveç, a nga kënjënja jetë. Ta shte po honë si cili vetën të nira. Rama, si për të dëshmuar për kushtimin e tij ndaj ibadeteve, ai edhe sot në mesdit ishte i pari që hapi derën e xhamisë së madhe në Prishtinë. Përkundër disa vështërsive, ai thotë se Ramazanët e kaluara i kanë ndier edhe më shumë, teksa shpërfaq edhe nostalgji. Ramazani i parë u konë, kreqësi u konë sa dush, pasuni s'ka pas. Dashni sa dush ka pas. E kanë thirë në syfëre, kanë thirë në iftare, kanë thirë ta shtret kush, ta një syfëre, të pësvara, të kërë gjohë i shtakë. Qëre që atëherë u konë, njënimi u konë ma shumë se kemi punue. Kemi fshi, kemi kërë, kemi prashit, kemi tona një nushum. Një nushum. Konë ma s'ka pas. Punë ka pas ma shumë, tash punë s'ka. Tash për me një nuë ka laj. Pasuni ka bëllë, tonat mirat e bëllë, atëherë s'ka pas. S'ka pas. Ka një gjë tomël, kës, djath, qitu tjetër s'ka pas. 90 vjeçari tregon edhe për faljen e terapive, se si ishte bërë në atë kohë. Tëre e kemi thirë, hëgjëllarët, niftarë, mëren në katuni. A unë kemi thirë mëren. Ta është i spitret kërkush. Teravit i falshëm në Noda. Noda ajo më halë që e thërke hoxën i falshëm teravit në Noda. I kemi falë. Po konë një këshatësi e modhe. A unë kënjënja jo shumë. Sikur se Jetullah Rama, në Kosovë ka dhe shumë agjerues të tjerë, që përkundër moshës vazhdojnë me dashuri të jashtëzakonshme të agjerojnë muajin e Ramazanit.